Mirëmëngjesit të dashur shikues të Agon në Blu, ja tek startojmë javën, ditë e hënë sot, mos gaboj 31 mars apo jo, regjia. Ndërkohë qyteti i Vlorës është zgjuar me një kohë me vranësira, besoj nuk e di, ne do të shkojmë pak parashikimin e motit se si do të jetë për ditën e sotme në qytetin e Vlorës, por edhe në qytete të tjera të vendit tonë, deri kthehemi në studio. Ndoshim parashikimin e modit, siç e pat në tabel, në ekran do të kemi rreshje shiu, por ndërkohë në ekran kemi dhe numrin tonë telefoni që më dërgoni mesazhe. Sot tema sa besimtar jeni. Ndërkohë mund të kontaktoni dhe për probleme çfarë mund të keni që nuk i zgjidhni dot, por ekrani ynë është këtu për ju. Ndërkohë ne do përpiqemi të zgjidhim për cilin zërin tuaj, kaq kemi mundësi, por më tej i kanë të tjerë persona që duhet të javi zgjidhje. Ndërkohë shkojmë tek hapësira muzikore dhe në studio sërish bashk. Ndoqëm hapësira muzikore, ndërkohë do të kalojmë tek informacionet. Agimi i dieshëm e gjeti Vlorën të mbushur me atmosferën e shenjtë të Fiter Barjamit. Njeftiu i Vlorës Ardit Hoxhallaku mbajti një fjalim të ngrohtë duke falënderuar komunitetin për përkushtimin e tyre në këtë muaj të shenjtë. Ai përcolli mesazhet e paqes dhe harmonisë duke theksuar rëndësinë e vlerave familjare. Si thua regjia, ta hapim apo kronikën? E hapim, hajde. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, ju? Mirë, ja. Nisim ditën sot e hënë. Iku java, erdhi java, s'merret vesh, shumë shpejt kalojnë ditët. Tash po kemi një problem në tanis nga... Po. Ne jemi dy pensionista. Po? Kur klasa Panajaja. Nga Panajaja, po. Po. Jemi dy pensionista, kemi aplikuar për këto ujtje e pishëm, bëra dokumentat. Jo një herë, po 2-3 herë dhe asnjëherë s'u aprovo. Për ujin e pishëm? Po. Ju nuk keni ujë? Jo, ujë, tash me qësera bomba të reja duket mirë, po më shumë do provohet po vi Behari, i themi në këdej. Po? Është një problem në pjesa e ujit në fshatin Panaja? Po, një e dyra. Po pati mundësi dhe goni ka dhe ta këtu se fshati është në gjendje shumë të mjerushme. Po. Pa rrugë, kanalet e ura zeda më ka marrë rrugët, vini pasojnë punëtorë dhe bartën e hedhin në rrugë. Është vërtet sepse ka marrë disa që kemi ngritur si shqetësim për ujin, po infrastrukturën dhe fshati Panaja shumë afër. Është temi është një lagje e Vlorës dhe është lënë në shtet fatit. Shumë nuk kalojmë dot na gjatë ja të vim shtëpi, nuk kalojmë dot me makinë. Po. Kam dhe këtë problem tjetër që e nisa më para, nuk bën dokumenta dhe si të fundim më pruni një sahat që më montohen. Po. Tu dhe do paguaj 5 këste në 21.000 lek, që i thonë 105.000 lek. 5 këste do paguani për sahatin? Po. Ka qenë na 36.000. Po. Që ishte dhe 105.000 unë Ishte 36.000 ka vajt 105.000 lek? Po. Ndërkohë ju jeni në pensionist? Jam pensionist, fëmijët janë në punë tyre, janë dhe tyre. Unë ke bure gruja. I bie që ti tani të heqësh nga pensioni yt dhe të japësh... U ma 83.000 lek pension. 83.000 lek pension e do të paguash 105.000 lek atë sahatin. Po. E kuptoj, është problem. Po, pasë mundësi. Po. Dhe hyni aty të ujat, e në vesë në atë gjë njëri që një vdajt. Pa tjetër, ne nda jemi këtu që të ngrëmë zërë juaj të përcjellë përmjet ekranit të dëgjohet nga institucionet përkatëse, por nuk e di sa të gjëjnë këta në mëngjes herët. Me, e vrosh pa
Faleminderit. Të falenderoj shumë për telefonatën, do ta përcjellim mesazhin pse jo do të vim edhe në fshat aty për një kronik. Faleminderit juve. Një ditë të mbar. Pra ishte një banor i fshatit Panaja, problem ndër vite në këtë fshat mbetet mungesa ujit të pishëm, sidomos gjatë sezonit të verës, kur në këtë fshat ujë nuk ka, e kemi thënë, është një lagje e Vlorës, është shumë më afër, dhe ndërkohë jemi në 2025-ën dhe ka zona që janë pa ujë të pishëm. Por ne do të ndjekim pak kronikën dhe rikthehemi në studio. A kemi sot me gjyti Vlorën të mpushur me atmosferën e shenjtë të Fiter Bajramit. Besimtarët të shumtë në numër u mblodhën për të kryer faljen e kësaj feste të bekuar për shkak të restaurimit të xhamisë së Plumbit. Ceremonia u zhvillua në pallatin e sportit, i cili u mbush plot me besimtarë të devotshëm. Ceremonia nisi me leximin e Kuranit, duke sjellë qetësi dhe reflektim të pranishmit. Më pas besimtarët u bashkuan në faljen e namazit, duke kthyer këtë moment të shenjtë bashkimi dhe devotshmërie. Muftiu i Vlorës Ardit Hoxhullaku mbajti një fjalim të ngrohtë duke falenderuar komunitetin për përkushtimin e tyre në këtë muaj të shenjtë. Ai përcolli mesazhin e paqes dhe harmonisë, duke theksuar rëndësinë e vlerave familjare dhe solidaritetit. Pas faljes, besimtarët shkëmbyen për qafime dhe urime të përzemërta, duke e bërë këtë ditë edhe më të veçantë. Në fund, një koncert i organizuar nga Muftinia e solli gëzim për të vegjëlit, duke e përmbyllur këtë festë me hare dhe shpresë për ditë më të mira. Fiter Bajrami nuk është vetëm një ditë feste, por dhe një kujtesë për vlerën e mirësisë, paqes dhe unitetit. Le të jetë kjo ditë një frymëzim për më shumë dashuri dhe harmoni mes njerëzve. Ndoqim kronikën, ndërkohë urojmë gjithë besimtarëve musliman gëzuar Fiter Bajramin, por ne do të kalojmë një tjetër lajm dhe shkojmë në Përmet, dashur miq. Përmeti i bukur i shpallur qendër i mbrojtur historike nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit, po shndërrohet në destinacion i rëndësishëm turistik gjatë sinës së pranverës, por edhe në dimër qyteti ka përjetuar një rritje të ndjeshme të vizitorëve dhe turistëve. E ndjekim kronikën. Përmeti një qendër e mbrojtur historike prej vitesh e shpallur nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit, po kthehet në një qendër të rëndësishme turistike. Sina e pranverës, por dhe përgjatë dimrit, ka reflektuar një zhvillim të shpejtë turistik. Së fundmi, vendosja e tabelave orientuese në disa zona të qytetit nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka lehtësuar ndjeshëm orientimin, veçanërisht të turistëve, pasi nisur dhe nga ngjarjet e fundit, shumë turistë kanë humbur në zona të caktuara. Ndërkohë, interesi për qytetin e Përmetit ka ardhur në rritje, kjo dhe pas shpalljes së Vjosës Park Kombëtar, sipas operatorit turistik Julian Elezi. Tashmë Përmeti ka një turizëm 12 mujosh, sigurisht turizëm më maksimal vinë në muajin mars. Ne kemi filluar përgatitjet që nga janari, duke përmirësuar kushtet e shërbimit, duke shtuar edhe aksesin ose pajisjet që janë të nevojshme për bërjen e turizmit në gjithë Përmetin. Sigurisht tashmë këto vitet e fundit, sigurisht edhe me shpalljen e Parkut Kombëtar të Plumbit Vjosa, kemi pasur interesim të madh si nga turistat individual, por edhe nga agjencitë ndryshme vendase dhe të huaja, që janë të interesuar për të ardhur në luginën tonë, për të shijuar bukurinë natyrore, gastronomi. Në përgjithësi në Përmet ka mungesa të tabelave orientuese, por sigurisht ke shtigje me GPS, ke dhe tabelet dhe shtigje të sinjalizuara. Për sa i përket edhe kanionit me që folëm më para, Fondi i Zhvillimit po vendos edhe disa tabela orientuese për kanionin dhe për gjithë zonën përreth ujëve termale të Bajrës. Bukuritë natyrore apo gastronomia, si dhe mikpritja e vendasve, sipas sipërmarrësit Elezi, janë joshja dhe interesi veçanërisht të huajve për qytetin e Përmetit, i cili ka marrë në vite një rol të rëndësishëm si qendër e zhvillimit të turizmit në pjesën juglindore të vendit. Ja tek ndoqim kronikën, ndërkohë ne do të ndjekim pak një kronik realizuar nga kolega jonë në Tiranë, Pamela Shabani, në intervistë të veçantë me një person që ka ndërtuar komunitet të fortë tifozëve në Shqipëri, duke bashkuar dashamirësit e një prej klubeve më të mëdha italiane të Napolit. Ai është Geri Kusi, themelues dhe presidenti i Napoli Club Albania, një klub tifozës që kanë sjellë më pranë atmosferën dhe pasionin e futbollit napolitan në vendin tonë. E ndjekim kronikën. Të dashur miq, sot kemi një të ftuar i cili ka krijuar klubin e Napolit në Shqipëri, themelues dhe presidenti i në Napolit Club Albania, Geri Kusi, i cili sot do të na flasë rreth këtij rrugëtimi, rreth udhëtimit të tij
eksperiencës së tij dhe emocionet i cili ai përcjell përmes këtyre tifozëve, por edhe vetë si një tifoz i zjarrt i Napolit. Unë juftoj të na ndiqni për të zbuluar më tepër së bashku rreth tij. Geri Kusi, unë të falenderoj që pranuat ftesën time dhe është një kënaqësi për mua t'ju kem sot në Agon Blu. Faleminderit dhe mirëmëngjes në Agon Blu. Edhe jam i lumtur që jam pjesë e kësaj interviste me ju, i lumtur dhe gjatë intervistës dhe më tepër për Napoli Club Albania. Jam i lumtur dhe pjesën që jam themelues i këtij fan klubi prej 2019-s, në vazhdim le të vazhdojmë me pyetjet e juaja. Geri, mo ta flisë pak, ju lutem se si lindi ideja për të krijuar Napoli Club Albania dhe çfarë vështirësish keni hasur ju gjatë këtij rrugëtimi. Okej. Atëherë, pyetja më e bukur që mund të marrë nga këto intervistat e fundit, realisht më pëlqeu shumë e detajuar. Unë e kam nisur nga viti 2019, 10 mars 2019 është themelimi i Napoli Club Albanias dhe nga ajo ditë ne jemi aktiv në të gjithë Shqipërinë. E kam nisur me 5 shok. 5 miqtë që normalisht e dija shumë herë më të vështirë, dija që do ishte një gjë e pamundur, dija që do ishte diçka që do ta nisja thjesht me 5 miqë, nuk do kisha më antar. Sot jemi 612 antarë në gjithë Shqipërinë, domethënë plus duke llogaritur edhe ata shqiptarë që jetojnë në Napoli, normalisht quhen antarë të Napoli Club Albanias, sepse janë shqiptarë, por që thjesht vëmbanimi është në Itali. Thjesht quhen si antarë. Miq, nga sot edhe një antar e re, e cila jam unë. Karta ka shkuar për licencë nga klubi dhe benefitet e kartës do t'i them gjatë intervistës, sepse ka edhe benefite gjatë kartës fan klubit që kur printohet merr vërtetimin nga klubi dhe të jepet kartën në dorë si antar e Napoli Club Albanias. E nisa me 5 miq çdo gjë dhe e shija si diçka të pamundur. Me një email ka nisë diçka në formatin normalisht shumë të detajuar dhe shumë egocentrik si thon asaj në gjithë detajimet që unë i kam bërë fan klubit. Unë kam nisë tash me 5 persona, 5 miqtë e mi, një histori që unë nuk do të harroj gjithë jetën time, pasi është gjëja më e bukur që unë mund të kem arritur në jetë. Mund të them Napoli Club Albania është për mua është sugjerim, tifozllëk si themi ne. Dhe në 10 mars 2019 më erdhi konfirmimi nga klubi zyrtar që ti njihesh si presidenti i Napoli Club Albanias dhe koordinator i thonë ato, i klubit në Shqipëri, dhe nga i moment kemi vijuar me procedura, kemi qenë aktiv në gjithë Shqipërinë, kemi organizime normalisht. Ky është vendi në Tiranë, ku mblidhemi, ky është lokal ku mblidhemi dhe shohim ndeshjet e ekipit, ky është stadiumi ynë në Tiranë, domethënë, kemi shumë në gjithë Shqipërinë, por ky është një nga stadiumet tona i vogël, si Tiranë, dhe jo është i vogël se ku mblidhemi gjithmonë dhe shikojmë ndeshjet, kemi video dhe kemi një nga vendet e preferuara të tifozëve të Napolit. A Napoli pizzeria. Po është në të vëtë vendi tifozave i tamë këtu vendin këtu, është mirëpritja, është gjithçka perfekt. Geri, si është të jesh drejtues i një klubi tifozësh në Shqipëri dhe si është bashkëpunimi jot me klubin e Napolit? Unë i them punë e përditshme, pasi unë zgjohem në mëngjes, marr kafen dhe filloj punoj për fan klubin, normalisht marr laptopin dhe fillojmë vetëm hedhim lajmet, merremi website-in normalisht që të kemi dhe krijojmë lajmet e ditës, asaj që ndodh çdo ditë me ekipin, blerjet, mercato, ndeshjet e ditës, me next match, si thon ndeshjet e radhës dhe merremi nëpërmjet këtij fan klubi, drejtojmë dhe ngrejmë strukturat tona që merremi normalisht, nuk jam vetëm unë, kam struktura dhe njerëz që merren me fan klubin. Jemi 10 admin në faqe që merren çdo ditë me hapat dhe merren me detaje të rëndësishme që mund të ndihmojnë më tepër në rritjen e fan klubit tonë. Kemi edhe një faqe si në Facebook, si në Instagram, thëjtë të na ndiqni, Fan Club Napoli Albania quhet faqja, dhe aty përfaqësohen dhe dalin lajmet rreth ekipit dhe çdo gjë mbi ekipin. Çdo ditë kam dëshirën e mirë të punoj, bashkëpunimi me klubin është shumë i madh, mund të komunikoj një herë në javë
dhe ku marr konfirmimet nga ato, marrim abonamentit rreth biletave, flasim për biletat, flasim për sa mundi duhen bileta klubit të antarëve të mi që duan të shkojnë atje, kanë 10% skonto në bilet në çdo antar i Napoli Club Albania, duke i paraqitur kartën e fan clubit, përfitojnë 10% skonto në stadiumin Maradona të Napoli, legjendar. Interesante. Dhe Tinder Talk. Po. Geri, mund ta vësh një moment për vete, se cili ka qenë momenti më i veçantë që ti ke përjetuar si një tifoz i Napolit? Atëherë, unë kam disa, po një ndër më të veçantët, ka qenë në 2017, kur akoma nuk ishim njohur si Napoli Club Albania, siç e shpreheva, jemi njohur në 2019 si Napoli Club Albania, por le të them goli i Koulibaly normalisht edhe i titullit, po kjo është një ndër të veçantat, goli i Koulibaly, pastaj më veçanta është festa në Tiranë që kemi bërë vitin e Scudettos 23, ku Napoli doli kampioni i Italisë me distancë nga Interi, Interi, dhe ajo kemi qenë një nga arritjet më të mëdha që mund t'i them unë. Kemi bërë festë në gjithë Shqipërinë. Kemi dalë në qendër të Tiranës, Përmet, Vlorë, në Sarandë, disa qytete të tjera të Shqipërisë, duke përfaqësuar dhe duke festuar për Napoli Club Albania, ajo ka qenë më speciale. Po t'i themi kësaj gjëje, kanë qenë dy momente me të vërtet shumë të mëdha, po kjo e titullit ka qenë ajo që neve përjetuam më mbar, ka qenë ndeshja e fundit me Udinezën, ku morëm, na duhej vetëm një pikë që Napoli të shpallte kampioni i Italisë, dhe pastaj fest. Pas 2 ditësh erdhi dhe festa në qendër të Tiranës dhe në disa qytete të Shqipërisë. Si shihni ju të armen e Napolit dhe të klubit tuaj të tifozëve në Shqipëri? Atëherë, projektet normalisht janë shumë të mëdha, duke i lidhur gjithmonë me ekipin. Projekti i radhës është të krijojmë një grup alternativ që ne çdo ditë të kemi biseda me klubin, ne siç e shpreheva edhe më parë, kemi biseda çdo një javë, duam që të kemi çdo ditë me klubin dhe ne të krijojmë një agjendë të strukturuar mirëfillt, ku të marrim dhe të japim me klubin e Napolit normalisht dhe të krijojmë pjesën intensive, që unë çdo ditë kemi sot 613 antarë me gjithë ty, rastin konkret. Gjithmonë bashkë me mua. Edhe kuota që unë dëshiroj deri në 2027, po ta marr si një shembull konkret, dua të shkojmë deri në 800 antarë. Duke parë edhe Shqipërinë, domethënë, dhe duke parë që Napoli nuk njihet aq shumë në të gjithë Shqipërinë, po përpiqem që të ngrej njerëz dhe të gjej akoma tifoza të Napolit në të gjithë Shqipërinë. Bashkë me koordinatorët e mi normalisht, se jo vetëm kjo gjë nuk bëhet vetëm, dhe duke patur koordinatorë në të gjithë qarqet e Shqipërisë, siç ndërveprohet. Pra, keni ju projekte të reja për të zgjeruar më tej këtë komunitet tifozësh? Patjetër që po, kemi çdo ditë projekte bashkë me klubin tim dhe me njerëzit të stafit tim që punojnë çdo ditë. Dohet kujtohet që qarku më i madh që ka më shumë tifozat në Napolit është Përmeti, ndiqet nga Saranda dhe pastaj vijojnë qytetet e tjera, po Gradeci dhe Tirana është pak më e abandonuar nga kjo pjesa, domethënë nuk ka më shumë tifoza sa në këto qytete të tjera. Cili është qyteti që ka më tepër tifozë? Përmeti. Në Përmet, po. Është qyteti që ka më shumë tifoza, është qyteti i vogël, po ka më shumë tifoza të Napolit. Aty ngrihet më shumë, po Gradeci është pastaj Saranda, janë disa nga qytetet që ka më shumë tifoza në Napolit. Mund të flasësh pak për sfidat, cila është sfida më e madhe për të mbajtur gjallë një komunitet tifozësh në vendin tonë? Në vendin tonë mjafton që të kesh biseda me antarët çdo ditë dhe ti pyesësh çfarë hasim problematika në zona ku mund të ketë më shumë tifoza në Napoli. Është më shumë që kam për shembull është në këtë Tiranës, pasi nuk kemi shumë tifoza dhe ne variojmë dhe mund të përpiqemi të gjejmë më shumë tifoza nga kjo anë, sepse normalisht qarku më i madh është Tirana dhe si dhe kryeqyteti i Shqipërisë, po unë përpiqem që të gjej çdo ditë struktura dhe element që mund të më ndihmojnë ke kjo ana, normalisht intervista të ngri nga kjo ana që ti në vetvete të ndjekin intervistën dhe pastaj të bashkohen me fan clubin. Prandaj janë ftesat që unë bëj vit për vit.
kemi edhe kartat që ne i bëjmë vit për vit, domethënë, ku janë abonimet që i themi neve, dhe janë çdo ditë 2024-2025 është këtë vit, 2025-2026 është vitin tjetër ku relativisht merr kartën e re të Napoli Club Albanias në rastin konkret dhe bën ftesa publike që i gjen në faqen e Facebookut, në webin tonë edhe në Instagram. Tani unë besoj se ka në momentin na flisni pak për ato benefitet e kësaj karte. Patjetër që po, erdhi momenti më interesant që do mu. Atëherë, rasti një është 10% skonto në stadiumin Diego Armando Maradona, 10% skonto është tek muzeu i ekipit e Napolit, dhe pjesa pastaj në vazhdim në për pizzeritë e Tiranës, kësaj i pjesëtari në Napoli Club Albanias ke skonto tek ajo çfarë konsumon në restorante ku e ulur. E dëgjuat, kjo ishte më interesante, besoj apo jo, që të interesonte çdo kujt. Kjo ishte interesante. Është në të vërtetë kjo është vendi më publik që neve ndjekim çdo ndeshje dhe kjo ishin një nga disa nga benefitet që ne mund të krijojmë. Domethënë tre nga benefitet më kryesore. Tani unë kisha një pyetje tjetër interesante. Nëse ju do të kishit mundësi të takonit Diego Maradona, çfarë do t'i thonit ose çfarë donit ju të bisedonit me të? Një pyetje e vështirë apo? E kam menduar shumë edhe nuk i jap dot një përgjigje, të qenurit pasi ai ka dhënë gjithçka për sportin, është njeriu që unë kam idhull në veten time, ka nisur çdo gjë nga familja ime me Diego, familja ime fansa Diegos për vitesh, normalisht kam një histori të bukur që e lidh me Diegon gjithmonë. Mund të tregoni nëse? Patjetër. Familja ime i ka vendosur emrin në motrës time, Dalma, prej Diego Armando Maradona. Vajza e Diego Armando Maradona quhet Dalma. Dhe prej atij ka ardhur historia, e uazuam domethënë emrin Dalma Maradona në Dalma Kusi në këtë rast, domethënë i uazuam emrin e gocës Diego Armando Maradonës tek motra ime. Ky është niveli ndërkombëtar. Bën këtë detaj. Jam përpjekur të krijoj kontakte me Dalma Maradona në rastin konkret dhe kam marrë një lovit zemër nga krahasimi që kam bërë domethënë nga vetë Dalma Maradona. Jo është pëlqyer domethënë nga detaji që ne kemi konsumuar në rastin konkret. Ajo që mund t'i thoja Diegos ke qenë dhe mbetesh idhull jo për një popull të tërë siç është Napoli, por edhe për shumë njerëz të tjerë çfarë i ke dhënë botës sportit dhe asaj çka ti i dhe emocion botës sportit dhe vetvetes në rastin konkret dhe një përqafsim shumë fort. Kjo do ishte ëndra më e madhe për mua që mund të kaloj me Diego. Nuk është më në jetë, Diego nuk është më në jetë, ka ndruar jetë prej 5 vjetësh të bëjt, nuk është më... Që në 2020, 2020, po, falë, po, 5 vjetë bje, 5 vjetë, edhe kjo dhe ishte një në dëshirë që mund të kryoja me Diego Armando Maradona. Të kthehemi tek futbollistët shqiptar. Mendoni ju se është një futbollist që i përshtatet stilit të lojës së Napolit dhe nëse po cili është? Atëherë, një lojtar është nga Shqipëria, në rastin konkret, jo nga Shqipëria, është nga Kosova, po që Kosovar i Shqipërisë normalisht, jemi një zemër e vetme në rastin konkret, një kom, është Amir Ramani, ai që ne e kemi, mund të quajmë shqiptari ynë si i them unë, dhe është në mbrojtje dhe duke patur në stolin e Napolit është një futbollist shqiptar si Luis Hasa, po ky ka një problem shumë të madh që nuk ka pranuar të luajë me kombëtarin shqiptar, por ka pranuar të luajë me kombëtarin italiane, për shkak se ka jetuar shumë vite, ka lindur në Itali, domethënë ka vetëm nacionalitetin shqiptar, po që luan me kombëtaren e Italisë. Luis Hasa është një lojtar, normalisht edhe interesi. Patjetër, interesimi është më i madh dhe aty ku ai mendon që mund të jetë më lart është Italia dhe jo Shqipëria. Në rastin konkret, është në kundërshtrimin e atij, për mua nuk është diçka e mirë që këto lojtarë mund të rrjedhin në këtë rast, edhe pse është lojtar i Napolit kur ka diçka që nuk shkon.
ti mund të kesh nacionalitetin shqiptar dhe ajo çka nuk duhet humbur. Në këtë rast nuk duhet humbur pjesa e nacionalitetit tënd dhe nuk ke pse ta shesim në rastin konkret nacionalitetin e huaj. Ti s'ke pse të quhesh italian në rastin mund të kesh jetuar jam okay te ky. Ana mund ta ruash Dalin patjetër, po mund të je shqiptar dhe në rastin konkret duhet të jesh shqiptar, ndërsa futbollist që do kisha shumë dëshirë të ishte pjesë e Napolit. E kam ndjekur që 16 vjeç, tek unë jam një tifoz i smur në rastin konkret me Tiranën, edhe do doja të kisha Ernest Muçi. Një nga talentet më të mëdha të Shqipërisë, sot luan në Beşiktashi, ka patur kontakte dikur me Napolin para 2 vjetësh, në vitin që Napoli dori kampion ka pasur kontakte me Ernest Muçin, po ai do doja shumë të ishte pjesë si futbollist i Napolit. Ernest Muçi. Nëse do të mund ta gjonte, se mos ta marrë si një test. Shikoje si një test bukur Napoli. Geri, kemi arritur në përfundim të intervistës, edhe unë doja të pyesja se çfarë mesazhi do donit ju të ndanit sot me tifozët e Napolit, por edhe me të gjithë ata që ndjekin futbollin me pasion. Atëherë, ndiqni ëndrat tuaja, ndiqni pasionin tuaj, sepse duke ndjekur pasionin dhe ëndrat tuaja, një ditë mund të keni të ardhmë të përparuar dhe më të bukur, duke patur një komunitet të tifozash në Shqipëri dhe duke ndjekur ëndrat çdo ditë, ëndrat mund të bëhen realitet. Siç edhe imja e prita shumë, kam prit 6 muaj të pres Napolin që të më kthej përgjigje, prita po që ëndra më bë realitet në rast konkret. Pra me dëshirë dhe pasion mund të arrini kudo. Kjo është. Të dashur miq, ishim me Geri Kusin, ku folëm rreth rrugëtimit të tij. Unë e falenderoj që ishte pjesë e Gondrës sot dhe për emocionet që ai na përsolli gjatë kësaj interviste. Unë të uroj sa më shumë sukses në klubin e Napolit dhe shpresojmë që Napoli të na dhurojë sa më shumë emocione në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët. Ndoqëm kronikën realizuar nga kolegja jonë në Tiranë, Pamela Shabani, ndërkohë unë them regjia të shkojmë pak në një hapësirë muzikore me pak energji dhe rikthehemi në studio sërish. Ndoqëm hapësirë muzikore këtë këngë kaq të bukur dhe entuziazëm dhe besoj se tani në këtë moment e kemi një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni zonjë? Me ashtu. Shtyn, ditët. Po, nuk e di kështu, po shkon kjo jetë shtiu shtym, por njeriu duhet ta gjej forcën dhe guximin për të ecur përpara, siç e kemi thënë, pavarësisht vështirësive që mund të hasi në jetë. Po, kur je vetëm çfarë do bësh? Kur je vetëm me vetëm dhe baba. Është e drejtë. Normal jeni vetëm me 2 fëmijë që e thënë një të sëmurë. Po na sikon edhe këtu se jemi sëmurë, kujt i bëvon këtu? Po. Që në mëngjes. Dhe të natë, po në mëngjes një, nuk kemi fuqi të qëndrojmë këmë. Sot nuk keni dalë në punë? Jo, duolëm natën. Dini natën? Po. Natën edhe me frikë se më na vret në një Allah, janë të rëgazin qëshit. Pa një merakës, nata gjithmonë është me rezik. Po, që do bëjmë të mirë, që do bëjmë. E ke parë temën se sa besimtar janë njerëzit, nuk e di, por më shumë... Sa besimtar ke që në ajo të se po se motra ajo të mere si të duhet, qa besimtar. A i besimtar sot ikëm në tutje, pas e mos i dhe në gjamia e jaka po të bimpe me vjellë vrerë nga goja. Qa besimtar janë mund të keqin, të rrallë janë ata që janë besimtar të devotshëm. Ta janë, po thoj që janë besimtarë thjesht për fasad, për bëjnë që ku besojnë. Po, falen e kur dalim më tutje, me lape, me sherre, nuk është e së besimi. Të kesh besime. Se kaj që besimtarë sa janë, do ishte bota e pashtë, do ndihmoni njëri tjetrin. Nuk do vriste njëri tjetrin, nuk do vriste baba i djali babana, me rëdveshta po betna. E drejtës. Po ja Allah zoti mos na se vallahi na. Jemi shumë të sfilitur, jemi shumë të raskapitur me jetën. Jam të atë po të femre unë që unë këtu kush do më rrimë, kush do më vizitoj, kush do më shikoj. Kush, vajta që kam psikiatria, po djallin që kam të smu për vetë. Po jo, keni shumë të drejtë, sepse jeni... Në dojzem që ne edhe po dikëm të zëvit ma shikoj njeri.
Vetëm që nuk ka më si përpara jo, përpara mban mend të zjenë Ingilterat. Edhe u vinte gazën lartë ajo, edhe i bënim në tani, të të hapja djeta që ku ka ardhur Shqipëria plastike. Edhe bëj nuk kemi, nga t'ja bajme, nga do bëjme, qa do bëjmë, si do vjalli jo nuk e di. Edhe sa do shtim kështu, sa do durojmë kështu, se po durojmë, po që ka njeriu ku di unë. Njeriu shumë i fortës. Ne, shumë i fortë, vallai. Dhe një jetën janë zorë në barkut ato dhe po thasi nuk mbajnë me do me thënë. Është shumë e drejtë kjo që thua Zënjë. Është një jetë shumë. Sidomos problemet edhe... Një ditë të barë, ta mbaj amën që sot hengra buk pa lot. Sot u ngrita pa lot, sot është pa lot në gjumë. Ne nuk kemi shtet pikë së pari, stalen me neve. E kuptoj, Zënjë, e kuptoj. Nuk kemi shtet nuk kemi. Vajta 50-30 vite nga solle, tani me qëra, nisa tje mund do të vikem zuar, do mbi e toj për këto. Edhe sot më njës djalim sa, mami ka do dhesa. Jo, mami, dhe shpejtë. Pra, as kush nuk t'i jep ndihmë aty në tjerë. Absolutisht, jo. 20.000 lekë që marim rjetoris na i dhanë, në mars na dhanë janarin. Po çfarë do bësh me ato 20.000 lekë, Zonjë? Për sa më duhet më kjo jetë, nuk mundem do të përballoj më këtë jetë kështu, bë me stres, jemi në rrizat ajo, do të rriza këtëso, Por që duhet bësh efort për fëmijët e tu, tani... Kjo është jeta këtu në vendin tonë. Nuk është jetë kjo, kjo është... Jeta nuk është shumë, po janë, e kemi thënë, janë njerëzit që na drejtojnë që e bëjnë kaq vështirë jetesën për ju, për një zonjë që e cila jeni jetoni me qera, me kushte të vështira, një herë pa ngrënë. Se të shikosh do me thënë, kur lodhesh nuk të vjen as për të ngrënë bukë kur lodhesh. Po normal, ajo nuk është punë për ju, në moshën që jeni tani... Sidomos në përkosat e flerave, sidomos kur të nënçmoj, kur vine të bështyjnë aty në kosë. E kuptoj. Jemi shumë, nuk e di, zoti nuk e di, sa do bëj, nuk e di. Nuk mundem do të ashtë më këtë jetë, kështu sa ta jam me forë, po jo nuk mundem do të me... Nuk mundem do të mërë dhe më shkriti kam sopa në asë. Unë shpresoj që kushdo që na ndjek nëpërmjet ekranit tonë, si nga qyteti i Fierit, por dhe qyteti i Vlorës, mund të ndihmojmë zonjën sa do pak të bëhemi bashkë, normal sepse çdo kush mund të hasi vështirësi apo mund të jetë në vend siç është zonja në këto kushte. Pra, duhet të mendojmë dhe si mund të jemi keq, jo vetëm kur jemi mirë dhe harrojmë njerëzit. Pra janë një nën, një zonjë e cila ngrihet edhe me lot në sy për të ushqyer fëmijët e saj, cilët janë të sëmurë, por besoj se institucionet e Fierit duhet t'i japin ndihmë kush e dëgjon. Kur dëgjova veçoni në mëngjes se më tha mami ka do vdesë, nuk mund do të shtyr me këtë jetë, nuk mundem vetë. Të kuptoj, zonjë, mos e shqetëso veten. Po të mëzeni. Më vjen shumë keq që je në këtë situatë, por shpresoj që një ditë këto dhimbje, këto situata të vështira që ke kaluar dhe që po kalon t'i kalos sa më shpejt. Pra, ishte zonja nga Fieri cila telefonon në një situatë të vështirë. Regjia, ne do të kalojmë pak sërish, do të shkojmë në një hapësirë në publicitet. Jo, më vjen keq pra zonjë. Ja tek jemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni, zotri? Mirë, Flori, mirë. Si e kaluat fundjavën? Fundjava, si që kaluat në Shqipëri. Si të më kaluat në Shqipëri. Si kaluat në Shqipëri? Mirë, thonë, kaluat tu. Mirë, kush ka... Ti e ke parë dhe kryeministri ka thënë, kryeministri po i fton të gjithë emigrantë dhe hajde në Shqipëri, punoni se ka punë një kamari. Po, ishtë kontradiktor njërë. Pse është kontradiktor? Kontradiktor se a i thot që Greqia jo vëlla, Greqia jo në mike e madhe dhe këte thot dhe
dhe më ke drejtuar grupin e pushkës, jenë luftë me mua, thot. Po. Tani, o na lufton, o na ka miko, nuk e di, a ishë kontradiktor vetë njerë. Nuk është kontradiktor me veten e tij. Me veten e tij se thot, dhe kemi mikë, thot. Po. Tani, ti ajo ka është një gjendje lufte, ka vite, ka 80 vjetë gjendje lufte me ne. Nuk Si është, u madje nuk ka mikë një njeri që t'ka kthyer armën. Madje nuk është hequr dhe ligji i luftës apo jo që është. Ligjin e luftës, bra, se ka hequr, s'ka ndërmend ai fare, se diskutohet çamëria. Po në rast se hiqet ligji i luftës, si çfarë ndodh? Po bie futesh në Europë dhe ke drejtën në gjyqe ndërkombëtare të kërkosh trojët e tua janë çamët tanë janë kanë hipotekat akoma dhe kanë dokumentat. Po. Janë trojët e tyre, bile shumë shtëpi e toka janë të paprekur akoma. Se s'ka si shpërndan ai se tokë tjetrit. Janë trojët e çamëve. Po. Dhe e meritojnë t'i marrin ato troje. U qanë xhani për ato tokë. Meritojnë, më vëlla, ndër prevez Shqipëri, më vëlla. Janina ka folur shqip. Janina 95% flisë shqip para 100 vjetësh. Nuk flesh fare greqisht. Po. Është shqiptar kisha një pashtepëlera, ma giganti i trojës shqiptare. Pasha Janinës. I bënë në rjesh grekët morën, kishte burra komin ato ko. Nuk ka grekët tani janë vesh me fustan. Janinës i pa në sytë. Vesh me fustan që doli kufi. Buri si tjerat fustan, që mos ta kapin... Po. Qa bën jo? Tani, të pyes pak, sa besimtar janë njerëzit? Besojnë kështu në këto, kur janë këto... Jo, kanë qenë para pushtimit komunist kanë qenë besimtar, të themi drejtën. Po. Kanë besuar. Kishte fetën të ndara, ortodokse, muslimane dhe katolike. Ishin të ndara në tre pjesë, ishin në bashkëtesë, ishin në paqe. Kanë qenë historikisht, kjo është virtuti i shqiptarit. Po. Që ka jetuar në paqe. Fetë janë si punë e partive, po ta dishti. PD, PS, LSI. Kështu janë edhe fetë, janë të ndara. Janë konkurencë partish, edhe feja. Ajo dihet që tamam si partit. Feja është tamam, është mbi të gjitha, feja jonë është si shqiptar, origjina jonë jemi pagan. Ne kemi besuar të Ynit. Po. Të Ynit, Zeus, Prometeu, Hera, që Afrodita, e bukurisë, feja e zjarit dhe Perëndit ishin të ndara. Njëre iqë për detin, tjera për shëndetin, tjetra për bukurin, tjetra ishin të ndara komplet. Këtë ka besuar shqiptari. Nuk ka pas një zot të vetëm, jo, ka qenë popull pagan. Por dhe fuqit ynore. Por unë them, kaq shumë besimtar sa janë, kaq sa e duan fen. Pse s'duan njëri tjetrin njerëzit? Nuk e duan se i shpërbeu komunizmi, i vuri luftën e klasave, spironte babai djalin, djali baban. Ti shikon ti qa probleme ke sot, vrasje në familje me mira. Vrasje në fis, djali xhaxhajt, vret djali xhaxhajt. Po. Tonë, ka vrasje familjare, e futi komunizmi, së mundja me keqe në botë, është komunizmi, që nuk është rënjosur në Shqipëri. Kemi 80 vjetë një ditë nuk u larguat vetme. Edhe që vazhdon ende të përhapet. Ata që vran priftërinjt, o xhallar, që shkatruan i morë me buldozier, kisha xhamia, ata në krye të vendit sot. Ata na bëjnë propagandën sot, për fen. Ata vjen atje, vete Bariam Begaja, vete atje, po të kërkojnë rënjët e tia Bariami o tjetër që vend. Që kanë vrarë priftërin, kanë burgosur, kanë bërë mbi 1000 vjetë burg priftërin tanë. Simon Jubani me shok. Simon Jubani bëri 28 vjetë burg në Burel. Po. Prandaj, këta e falso. Ne kemi vëndi më falso, vëndi ka transformuar historinë. Historia jo në Shqipërisë është komplet falso. Nuk e di mos gaboj, po pse më jep atë që çdo gjë bëhet si fasad sa për inerci, nuk se bëhet me besim apo me atë me dashurinë. Por nuk bëhet më vete atje se janë të sinqertë. Atje vjen gjithë barborët, gjithë ata fukarit e Vlorës vjen atje për shembull në Tiranë, gjithë fukarit e Tiranës. Unë shikoj gjithë ata që flenë për lulishte, ata vjen pasaj në xhami. Ble gjithë fukarit fshatarët vjen ata ka zbritur na Kuksi, na Tropoja, na Vita atje vete shtreta atje te sheshi Skënderbej. Jo se ka besim. Vjen për interesat e tyre, i gënjejnë, i mashtrojnë, u ka lidhur na i pak, shikotin Tiranë, i kanë veshur gjithë femrave, po i veshin me një shami në kokë. Arabët. Arabia Saudite me këtë ritëm, ka rëndësi ta veshi 50% të grave Tiranës t'i veshi me shami në kokë. U jep 300 lek muaj për muaj. Po t'i jap shti parat gjithë ben fetaro, vla. Ti do ti ke një rok 300 lek muaj për muaj. Paraja s'u do bësh musliman. Unë jam i pari.
Po më lidhe një rok 500.000 lekë, unë do bëhem, do vëllë në një mjekër të madhe, do bëhem si baba Gjiu. I ke Mondin, Baba Mondi ka qenë oficeri sigurimit shtetit. Është nga brati Vlorës, Baba Mondi. I këtyre fesë Bektasjane. Ai ka qenë oficeri sigurimit shtetit në brata. Në fillim ishte kapter, në kapter u bo ushtarak oficer, u vesh. Tani t'jesh oficer, ke vrar, ke prer, kanë zbatuar ligjin e Enverogjës. Kisha xhamia të rafshohen, ushtria i rafshohet to. Kisha të xhamia të rafshohet ushtria e popullit, e Enverogjës. Tani t'vesh t'i kryetari këtyre që është falsitet. Kjo nuk ka kutri. Se komunistët ka për shtetin tani në 91-shin, ka për dhe fen, çdo vend. Ti kishe në Vlorë këtu një Kirov, është fesë ortodokse. Kirov ishte një gjepis, një vlonjat e njojmë. Kirov ishte vite xhepa, do i dënuar për ajdu xhepash. Ai u bëj fesë këtu në Bunavik. Ndryshoi profesion. Na Kirovin nga gjepis të bë kapu ai fesë ortodokse në Vlorë. Ka dash të fali mëkatet? Tani, ne jemi vlonjato, kemi qiruar Vlorë, kemi lindur rritur në Vlorë. Unë të falenderoj shumë edhe Që feja është kotë këtu, nuk e besojnë këta janë falso. Janë të gjithë komplet falso. Unë them besojmë në Zot, pasaj fet... Po të besojnë Zot duhet që është human, nuk do të ketë këtë ditë kanë betur pabuk vlonjatë, ditën e që ishte fe Bariami ka sa veta kanë shpi pabuk. Feja është gjumerë, duhet të japësh. Nuk e di nëse e dëgjove zonjën nga Fieri që telefonoj që ngryset... E mori vesh tani, qa do më ti? Feja është bamirësi. Ka gjë më prekse se një zonjë 55 vjeçe me lot në sy, edhe as kujt nuk janë ndjen. Rata me pa bes në botë. Më jo besnike që ka globi e bota. E më jo humanitari që ka globi sot shqiptari. L'armiku më i madh i shqiptari sot e dikush është vetë shqiptari. Kush po na luftone këto 80 vjetë? Ne po na luftoj shqiptarët. Po luftojmë një i tjetri. Nuk ka Serbia as greku. Shqiptarët, dëmet i kemi në shqiptarë, ata na burgosën. Ata i quan njerëzit për çmendina, ata i kanë vrarë. Enverogja vrau kunatin e tij Bari Omarin, i la niprit rrugëve. Motre i la me kandar mes Tiranës, motre e tij, Enverogjës. E kupton qa burri poshtër ka qenë? Ai puftja i gjirokastës. E kuptoni sa burri li ka qenë ai, vrau kunatin e tij, ai Bari Omari e mbajti me lek në Francë, e ndihmoi në anë financiare që e mbajti me bukë në Verogjën, ai e vrau më në fund. Është një gjë që njerëzit i harrojnë të mirat shpejt, kujtojnë vetëm të këqijat. Kjo është një tragjedi këtij komi, ky kom nuk e di pas ka pas djaj këtu, nuk ka pas njerëz. Unë të uroj një... Nuk ka pas njerëz, kjo është pika me zezë që ka sot bota. Albania është pika me zezë botërore. Nuk ka vend më i poshtër. Unë kam mbledhur gjithë Europën. Vend më i ligë se Shqipëria nuk ka në botë. Kam mbledhur gjithë Europën, në Spanjë, në Amsterdam, në Hollandë, në Francë. Po vend më i poshtër se këtu nuk ka në botë. Do ndryshoj. Unë të uroj një ditë të mbarë sepse do të vazhdojmë programin. Ditën e mirë, ja. Ndërkohë shkojmë në një hapësirë muzikore dhe do rikthehemi në studio me një të ftuar, po do të jemi bashkëpunëtor tashmë, do të kemi astrologën Liza Gjika. Prisni në linje, mos u largoni. Ja të kemi në studio dashur miq, jo me një të ftuar tashmë, po me një bashkëpunëtore time, apo jo, çdo të hënë, me Liza Gjikën, astrologën, do të jemi për publikun vlonjat, vetëm vlonjat, por gjithë shqiptarët kudo që na ndjekin nëpërmjet ekranit të Blu Televizion. Liza, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithëve. Bashkëpunim të mbarë. Fakt jam shumë e lumtur që jam këtu. Pak në të shplodhem, pak shërbisha duke vetë në Tiranë. Po, pasaj s'ka si shpia... Si shpia jote, Si shpia jote, apo jo? Miro me tranan. Fillon telefonata në duket, Liza, ne do të flasim për yjet, se si do t'jetë për këtë verë, për shenjat... Si do t'jetë pranvera, do më pranvera, në 21 mars, si që dim paka shumë e kemi mësuar tani, që është vit i ri astrologjik, futet me vrull, me dëshira, me kënaqësi, qelin lullet e gjitha. Kuptohet është pozicionin tokës me diellin. Kështu që si qelin lullet, ashtu dhe mendimet tona. Me iniciativa, ato që kemi bërë plane gjatë gjithë dimrit e kuta di unë, erdhi ora që t'i shpalosim. Prioriteti më i madh e kanë 7 shenja në fakt këtë periudhë. Kush janë këto shenjat me fat ama?
Kanë me gjithmonë fatë, Kanë interesant. Është ujori njeri që është i pari për këtë Po? periudhë, është peshorja, shigjetari, virgjeresha, gaforia dhe demi. Po, Britsjapi? Po janë... Atere, nuk dua t'i lëndoj njerëzit, kuptojemi, ti jemi pak... E kam për veten unë. Të marrëvesh, unë e kuptova dhe sa bën pyetje, se cili nën e për vete. Atere, këto shenja kanë më tepër prioritet. Ju se s'kanë të tjerat. Zakonisht, shenjat marrin forcë dhe energji më të madhe, ose dinamikën e tyre që fillojnë në periudhën e tyre. Kur janë periudat e tyre? Britsjapi e ka në kohën e dhjetor janar, për shembull, ku mbaron shigjetari. Peshorja e ka në periudhën e vetet gjitha merat. Por çuditërisht, pranvera u jep tyre pak më shumë prioritet. Për nisma të reja dhe vendime të reja. Pak me hatër, më thënë. Tashi, dhe edhim gjykë zotin. Në më thani, kam bajtë me gjithmonë pak me hatër. Këtu kemi hapësira shumë ndaj. U kërkohet të punohet. Shiko, mundësi kemi të gjithë. Nuk është se s'kemi mundësira. Por ndonjëherë ja në shkalojmë. Ndonjëherë jemi dembela, ndonjëherë flemgjumë. E shikojmë të mirën dhe nuk e rëmbejmë. Kështu që... S'na lën telefonata, Liza, çfarë do bëjmë? Këto shenja që janë të para, u vinë mundësirat shumë në të mëdhaja, ju se nuk u vinë të tjerve. Prandaj keni kujdes, se mund të gjeni mundësinë edhe nga një grimc më e vogël, nga një moment spontan, të papritur. Kështu që shfrytëzoni mundësitë tuaja. Keni mundësi në dashuri, meqenëse është çelësi dhe sekreti i çdo gjëje. Dashuria. Patjetër. Po ke mirë me dashuri zë dhe datë punë. U vjen dhe paraja, biznes të ri, domethënë këto ndërtojnë të ardhmen, me mundësitë që kapin, ndërtojnë të ardhmen e tyre, kanë një të ardhme të ndritur. Dhe një gjë tjetër që doja të shtoja. Viti si vjetë është 2025. Kemi një vit që na del me 9. Veç këtyre që unë po flas, kemi të disa numra që kanë më tepër prioritet. Kush ka më shumë prioritet? Po. Personat janë 9. O janë në 9 që kanë lindur, o në 9 që ta mbledhim datën e lindjes, muajin, vitin, dhe në qoftë se del 2 shifror, do ta kthejmë në 1 shifror. Nëse del 9, janë njësh me vitin. Nëse del 8, janë në mënyrë harmonike. Nëse del 10, janë akoma më mirë, sepse janë në avancë, viti që vjen del 10. Të kuptojemi. Por mes kësaj me qënëse 9-ta, veç harmonisë që ka, kemi dhe aleatë shumë të mirë. Ka 5-ën. Më të ndriturit për këtë periudhë janë 5-a. Ata që dalin 5-a në fund, ose 5-a në fillim, duhet i kuptoni datën e lindjes, edhe data për shembull është 26, del 8, mblidhe aty. Deri në fund, që dhe dalë, nëse i mbledhim të gjitha bashkë dhe shikojmë në fund fare e nxjerrim një shifror, çfarë numri ke? Në qoftë se ai del 7 në fund, marrim një shembull. Të duen edhe 2 vjetë, do me thëmë, për të arritur ti të etapat e tua, të kapitulli jot për të mbyllur një program, apo një biznes, apo për të hapur diçka, qëse je në plane, apo në qëse dashuri ka qenë toksike, kur të bësh 9 vjetë plot, vësh qelmin, e kuptoni? Si, vajti 9 vite duhet ta... Po jo, në qëse ka është toksike. Me kuptoni, qëse ajo ka bërë 9 vjetë, më thënë ajo nuk ka dhënë rezultat, duhet të kuptojemi këtu. Ka ngecur. Po ka ngecur, diçka nuk shkon. Kështu që më mirë... Me jepi valizhet e mirë pakë. Je valizhet i, mos te koka më mbrapa. Kështu që shikojni ju që keni. Kështu që hapni syt. Po ky viti që është 9 është ditë shumë i bukur në fakt, dhe u jep prioritet më shumë këtyre shenjave për këtë verë, ju si të gjithë të tjerët nuk kanë po në zonat apo në sezonet e tyre, në periudat që kanë lindur, dhe i marrin pak më ngadalë, mos u shqetësoni, keni dhe ju të mirën tuaj. Atëre, çfarë do themi tjetër? Por folën për shenjat ku do të jenë, kush shenja më e mirë, kush është... Pra, janë 7 shenja që janë më të mira këtë zonë, në këtë sezon, më kupton sezonin e pranverës. Dhe atëre, po kapim ujorin. Ujori mund të ketë udhëtime, mund të kemë bashkime familje, mund të kemë disa dokumenta që kanë qenë zvar. Kemi peshoren. Peshorja ka iniciativa shumë më të mëdhaja, i shpalos tani, planet e veta, se peshorja është pak e pavendosur, ta kemë parasysh të gjitha peshoret, janë të dytëzuara brenda vetes. Zakonisht themi për binjakët, po në fakt është edhe peshorja. Pse është peshorja? Po se ka 2 shporta. Ka 2 shporta. Të japi më përpara. Kështu që
mundohet t'i jap bam, në të njëjtën kohë të dyja. O të jep të dyja o s'ka. Patjetër. Do të thotë gjithë një fjalën e mirë, po ana tjetër nuk e vepron. E kupton, duhet vej para spesh, e pa diskutuar fare. Thot fjalën po veprimi nuk e ka. Nuk e ka. Dhe kjo është e keqja e peshores. Peshore është diplomate. Peshore nuk ta prish kurrë. Kanë harmoni, janë Ka shumë të të qetësinë duke. Janë shumë të mirë si njerëz, janë shumë social. Apo janë të qetë shu si fasad, pastaj nga brenda janë... Jo, brenda ata zjen bën planet e tyre. Planet e tyre i realizojnë. Por u duhen shumë sugjerime, si një mik shumë i mirë për ta diskutuar, një psikolog shumë i mirë, një astrolog kum keni këtu shumë i mirë, që i diskutoni ca gjëra kur i Liza, keni. për gjithë ata që duan kanë pyetje, mund telefonojnë apo jo? Mund të dërgojnë mesazhe nëpërmjet Çfarë të duan? Unë jam e gatshme për të kthyer përgjigjen. Po. Kalojmë tek shenjat me radhë. Okej, atëherë marrim dashin. Si shenjë e parë që është, nuk ka qenë fort mirë, sidomos nga ana shëndetësore. Dashi është i pari që goditet nga alergjitë. Domethënë nuk i bën mirë kjo periudhë. Tani që është periudha e çelje e luleve këtu. Nuk i bën shumë mirë, por njëkohësisht edhe dembit nuk i bën mirë. E kupton, sepse ngacmohet nga grykët, ka problemet e veta. Atëherë, marrim pjesën tjetër tani, e hoqëm këtë pjesë, marrim pjesën e iniciativave. Kanë iniciativa, çka janë dashit e treshi, ka qenë më me prioritet. Janë më dapër, e ecën punët shumë mirë, kanë një perspektivë shumë të madhe, kur janë dash që janë te katra, i katërti do me thonë, ka qenë pak më të prekur, më të lënduar, jo disa dëshira të plotësuara, por në qoftë se kjo dëshirë e ideve të tyre, veprimeve që ata kanë menduar gjatë gjithë kohës për ta bërë, mase nuk je këtu, je në një vend tjetër që ti e ke anashkaluar. Kështu që ktheu në anën tjetër dhe shiko ku e ke hapësirat e tua, ku i ke mundësitë e tua, çfarë di të bësh më mirë. Mos je në rrugë të gabuar dhe kjo pengesë të jepi një shkëlqim për të thënë që ndalu këtu, se si je këtu, po je këtu. E kupton? Kështu që atëherë marrim Demin siç e thash që kanë problemet nga grykët, por është në vazhdimsi kjo, derisa pike kjo pjesa e polenës. Kujdesuni. Po, vështilleni me shall, mos të gënjej koha, unë vesha shpejt, kisha shumë top mëngjes. Si jam Demi, po më dhe me grykët shpejt. Atëherë, Demin e kemi më me iniciativë, më me këmbë në tokë. Domethënë e ka mbledhur mendjen. I ka ardhur idetë e veta, se janë çik të ngadalshëm Demet. E kupton? I ka ardhur mendja. I ka ardhur mendja që të hapen. Të bëjnë disa lëvizje, dhe këto lëvizje që mund t'i bëjnë, i bëjnë me bizneset, anën ekonomike. Përderisa e kemi në pjesë të parë, do më thonë që është në këtë sezon që duhet të bëjë diçka, tundet nga vendi. Kemi bashkëpunime me miq, me kompanira, kupton? Po, pas ka gjëra të mira. Ja, ka gjëra shumë të mira. Prandaj shfrytëzoni të gjitha mundësitë tuaja. Me mendje në kokë, megjithëse jeni shumë të zotë edhe në kalem, në anën ekonomike nuk gaboni, por prapë keni kujdes. Iku. Kemi binjakët. Binjakët janë mirë që është e drejta, por nuk mund të shtroj do të këtu, sepse kemi ujorin nga shenjat e peshoren që i kap kjo valë. Kemi binjakët nxitojnë pak. Kjo periudhë i ka bërë pak nervoz. Janë njerëz të nxituar. Janë të nxituar. Binjakët zakonisht futen te fortuna. Edhe shpeshherë bëjnë incidente nga këmbët e veta, kem kujdes mos brenden shumë. Megjithatë nuk them që janë keq, do jenë shumë mirë edhe periudhat që vijnë do të jenë akoma dhe më mirë, ndoshta janë akoma pa filluar iniciativën e tyre që jemi në sezonin e tyre, por më vonë do shikojmë ca binjak që do fluturojnë dhe nuk do kapen dot. Do bëhen pa kapshëm. Patjetër. Mund të kemë pasur konflikte pak të vogla në ana sentimentale, qoftë edhe në raporte që kanë qenë familjare, qoftë edhe në raporte erotike. Këto janë pak të tundura, sepse janë shumë xheloza. Janë xhelozi. Janë shumë xheloz. Kjo periudhë i ka dhënë akoma më tepër xheloz, i ka bërë më tepër xheloz. Pa xhelozis ka dashuri thonë apo? Jo, nuk mund ta quaj atë. Apo duhet të jetë xhelozie me balans. Mua më duket se xhelozia është një sëmundje. Po, është fiksim ndërkohë, më thënë, diçka. Jo, edhe tjetra. Në qoftë se xhelozia ekziston e fortë, do të thotë s'ke siguri në dashurinë tënde. I e vlera diçka që ti nuk e njeh. Ose nuk e besim tek vetja jote edhe je i lëkundur. Edhe thua ne ndjem pasiguri dhe kur ndjem pasiguri detyrimisht do shpikësh. Çfarë do shpikësh? Grindje për xhelozi. Domethënë futja kot. Domethënë ti prish harmoninë tënde për ëndrat e tua. Domethënë ke brenda në mendjen tënde
Ca shok aty brenda. Pra mo xhelozoni. Kështu që xhelozia duhet të ketë fakt, duhet të ketë baza. Atëherë kontrolloni veten. Ku jemi? Jemi te Gaforia. Siç tham që Gaforia do jetë si vjet shumë mirë. Të dashuruara shumë. Mirë do jenë, kemi dhe krijime familje te Gaforia, kanë vendosur ato që kanë pasur lidhje të gjata. Kemi dhe krijime familje, kemi dhe antar të rinj ky vit, domethënë që do i shtoj te Gaforia. Familja Gaforia shumë familjare, shumë e dashur, shumë e mirë. Edhe xheloze. Me iniciativa të reja. Thash, xhelozia është një sëmundje, varet edhe nga kultura e njerëzve, të kuptojmë këtu, vende. Unë them për eksperiencat e mia që kam njëtur Gafore. Je Gafore ti? Jo, unë jam Bricia, po që kam njëjtur kështu them vajza, them që. Gjen një mas me ty, po gjete pak më të vogël, do bëhet xheloze. Kemi regjin që është Gafor. E kupton se Gaforet janë pak të vogla, kupton dhe të shikojnë me një sy që është shumë larg, edhe nuk të kapin dot. E kupton, gjen në një mas me ty, se ka dhe Gafore që janë të gjata. Po çfarë të bëj unë që më vjen të shkurt realisht? Duhet mua ajo punë, detyrimisht do ketë xhelozia brenda. Kështu, atëre futemi te Luani. Luani ashtu si i fjetur që është, shikojmë një Luan dinamik, i cili do t'i japi forcat e veta dhe energjitë e veta në periudhat e veta. Do shkëlqej. Kush merret me sporte do ketë prioritet shumë të madh. Kush merret me arte do ketë prioritet shumë të madh. Edhe këto lidhje që kanë qenë pak të shtrënguara apo pak me xhelozira, siç thot djali, do qetësohen, do qartësohen, do rregullohen, do shtrohen, domethënë. Do shkojnë në ujërat e qeta, në ujërat e qeta. Por kemi dhe lëvizje, ka mundësi që dhe të lëvizin, domethënë, ose në punën e tyre mund të lëvizin brenda vendit të punës, ose në vendin e vet, po në një vend tjetër, domethënë, brenda në Shqipëri, po mund të ketë të rrallë janë që mund të bëjnë edhe udhëtime jashtë vendit. Po. Aty futemi te Virgjëresha. Kemi një Virgjëresh dinamike të fortë, fati saj është tani dhe gjithë vitin, se në vit favoriti i vitit është shigjetar Dem dhe Virgjëresh, kemi një Virgjëresh dinamike, mund të ketë shanse të jashtëzakonshme si nga ana ekonomike dhe erotike, por me që shikoj, kjo periud i jep forcë të jashtëzakonshme anës ekonomike. Ndërton për të parë një të ardhme të ndritur. Dhe është pikërisht koha për të ndërtuar një të ardhme të ndritur. Ndryshim totalisht dhe rrënjësisht jeta e vetë. Virgjëreshën e shikojmë në prioritet shumë të madhë. Bravo Virgjëresha. Po, do jetë shumë mirë dhe është shumë artiste, shumë praktike, shumë sociale, shumë praktike, ditë të manovroj, ditë të lëviz, dhe ditë i kapë qastet apo momentet delikate atje ku një tjetër nuk i shikon. Janë njësë të busjeshve të qetë i futen në pështigje. Janë të shpejt, janë praktik. Po që e praktik, i realizojnë gjërat e tyre. Pa tjetër, janë praktik. Aty futemi të Peshorja, si shtam që Peshorja është midis dy shtëngatave të mdhaja, më thënë dhe të mirës edhe të keqes. Zingat e rigurës. Kalon një periud jo të bukur këtë periud, pak shqetësuese apo të ankosur, si ju thonë me ankëthe, por ka dhe shumë shpresa shumë të mëdhaja. Them që mund t'i shkëlqej fati në periudat e veta. Kjo është një periud që është e fjetur, ose e trëmbur, ose e ankosur, ose... Ndihet gjithë një e pasigurt, më tepër, ta përmbledh me një fjalë, ndihet shumë e pasigurt. Por në periudën e vetë, them që do shlirohet dhe do shikoj gjërat mira. Por do jemi çdo të anë dhe do t'i kapim një nga një dhe më bukur gjërat, patjetër. Pastaj futemi te akrepi, kemi një akrep këmbgulës për veprimet e veta dhe për të parë me një sy tjetër çështjen erotike. Domethënë, shikoj një akrep që e ka marrë shumë seriozisht. Doja të thoja këtë, çfarë janë akrep dhe janë të rinj, mundoni si keni një periudhë shumë të bukur, kush do të bëhet shef? Se e kanë shumë gjangë kuzhinën. Vdesin për të Ta që duhet t'jenë shef kuzhine. Po. Ata që janë të rinj, është një periudhë shumë e bukur. Akrepët janë të lidhur shumë me kuzhinën, që është e drejta, sepse janë shumë. Sidomos te tani sezoni e verës që na duhen shumë kuzhinjerë, shefa kuzhine. Që futuni atje, do keni mundësira shumë të mëdhaja, do keni prioritet shumë të madh. Tani të pushojnë çikun se më tha gryka. Po, lodha. Do të kalim tek ndjekim pa kalendarin historik. Hajde. Ndjekim kalendarin historik. Kalendari historik 31 mars.
Në 1913, shoqëria e koncerteve në Vjenë u rebelua gjatë shfaqje të muzikës moderniste, nga Arnold Schönberg, Alban Berg, Alexander von Zemlinsky dhe Anton von Werber, duke shkaktuar një fund të përkohshëm të koncertit për shkak të dhunës. Ky koncert u bë i njohur si skandalo koncert. Publiku i të ndritur nga eksperizmi dhe eksperimentalizmi i shkollës së dytë vieneze. Filluan trazirat dhe koncerti mbaroi para kohë. Në 1933, trupat e ruajtjes civile janë krijuar në mision për të lehtësuar papunësinë e shfrenuar në Shtetin e Bashkuar. Korpusi i Konversimit Civil ishte një program vullnetar për të lehtësimin e punës publike që funksiononte nga viti 1933 deri në vitin 1942 në Shtetet e Bashkuara për burra të papunë të pamartuar. Fillimisht për të rinjtë e moshës 18 deri në 25 vjeç. Ajo u zgjerua përfundimisht në moshën 17 deri në 28 vjeç. Në 1943, lind në New York Christopher Walken. Walken është një aktor amerikan, këngëtar, komedian, regjisor, producent, skenarist dhe përcimtar, i cili është faqur në shumë se 100 filma dhe programe televizive. Disa nga filmat e tij janë Annie Hall, The Deer Hunter, The Dogs of War, The Dead Zone, A View to a Kill, Batman Returns, True Romance, Pulp Fiction, Ants Vendetta, Sleepy Hollow, Joe Dirt, Catch Me If You Can. Në 1966, Bashkimi Sovjetik lëshon Luna 10, e cila më vonë bëhet sonda e parë hapësinore që hyn në orbitë rreth Hënës. Luna 10, seri E6C, ishte një program luna i Bashkimit Sovjetik i vitit 1966. Misioni robotik hapësinor i quajtur dhe Lunit 10. Ai ishte sateliti i parë artificial i Hënës. Kjo platformë u lëshua nga Baikonuri dhe qëndroi në hapësirë për 60 ditë me radhë. Ajo peshonte afro 2 tonë. Ja të jemi sërish bashkë me Lizën. Liza, para se... Po, kalim tek... Jo, doja të thoja këtë, Po. që mos t'i kapim një nga një, të gjitha ato që nuk u përmendën, i kanë gjërat njësh. Domethënë janë normal, kanë akoma plane. Të rinë të qetë, mos të shqetësoni. Mos të shqetësohen. Mos u shqetësoni. Po. Dhe të pyesja për horoskopin, çfarë do thot horoskop për gjithë ata që nuk e din? Atëre, vëm një pikë këtu ne? Po, një pikë. Dhe të fillojmë nga ana tjetër? Po. Për të bërë një pyetje. E diela nga e ka prejardhjen si fjalë? Nga dielli. Bravo. Yes. Po horoskopi? Nga ora e njeriut. Okej? Po. Atëre, kur planeti jon Tokë bën rrotullimin rreth vetes brenda 24 orëve, Po. dhe 365 ditë rreth diellit, kalon një orë. Dhe quhet horoskop. Domethënë ti ke shenjën zodiakale, datën, muajin dhe vitin që ke lindur, në këtë ditë dhe në këtë datë që ti ke kaluar, të ka kaluar një orë. Ndaj quhet horoskop. Më vjen njerëzit jam horoskop kështu dashadent, po shenja zodiakale kush e them? S'ke lindur ti. Domethënë, siç i marrin copy-paste dhe njerëzit, kjo është transmetuar shumë gabim. Në çdo emision sqaroj këtë. Horoskop do të thotë ora e lindjes. Nëse nuk di këtë, ti nuk di çelësin e jetës. Po. Dhe s'di asgjë. Ja e mësuam besoj. S'di asgjë. Tani e lam te akrepi? Po, e lam të akrepi. Edhe ta mbyllim me akrepin edhe djegim horoskopin pasaj për... Po, e lam të akrepi duke menduar që gjërat ato që nuk u përmendën, do t'jenë njësh, do t'jenë qetë, mos i merrni me shumë shtrëngim, prisni kohën dhe radhën tuaj. Çdo gjë vjen në kohën e vet. Patjetër. Njeriu s'do të nxitoj, themu. Shiko, ka momente që do të vinë, do t'i kapësh. Mirë, kur vin duhet ta kapësh, por... dhe ato që duhet t'i kapin do t'jenë këto 7 shenja që përmendam fillim. Ndaj ka pasi prioritet ato që t'jenë shumë të gatshëm, të punojnë, të luftojnë, ju duhet shumë punë. Dhe pikërisht ata që persona që u del data 8, duhet jenë shumë punëtorë, duhet kapin çdo moment, çdo lëvizje dhe mos të pushojnë asnjë sekond. Liza,
Faleminderit për gjithë informacionet. Unë faleminderit. Kënaqësi edhe për bashkëpunim që do të jemi çdo të hënë me Lizën, kështu që na ndiqni. Ndërkohë, bashkë do të ndjekim horoskopin. Horoskopi i datës 31 mars. Dashi. Ditë e favorshme për dashurinë në çift kjo e sotmja, do të përkujdeseni jashtëmase për personin që keni në krah dhe do të jeni më të kuptueshëm me të. Beqarët do të kenë jashtëzakonisht shumë teka dhe nuk do të mund të krijojnë një lidhje të qëndrueshme. Financat do të kenë përmirësim të ndjeshëm nga disa ditë më parë dhe kjo falëndimës disa të afërmve. Demi. Jeta juaj në çift do të jetë mjaft e trazuar gjatë kësaj dite. Do të dëshironi t'i bëni gjërat sipas mendjes tuaj dhe kjo nuk do t'i pëlqejë as pak atij që keni në krah. Beqarët do të kenë shumë vështirësi për të krijuar një lidhje serioze sepse personat që do të takojnë do duan vetëm aventura kalimtare. Në planin financiar mund të kryeni shpenzime, por ai sa ju mban xhepi dhe jo më tepër. Binjakët. Vështirësi të mëdha nuk do të ketë gjatë kësaj dite, por gjithsesi jeta juaj në çift nuk do të jetë aq pasionante sa ju dëshironi. Mundohuni të paktën të ruani një klimë të qetë sepse më pas situata mund të përmirësohet më tepër. Beqarët do të kenë flirte me një mik të vjetër. Edhe në planin financiar do të jeni me fat dhe do të stabilizoni situatën sa hape mbyll syt. Gaforia. Vazhdimësia e jetës tuaj në çift do të varet nga mënyra se si ju do të silleni dhe se sa do ta respektoni atë që keni në krah. Beqarët nuk duhet të dalin jashtë realitetit sepse do të lëndohen pamazë dhe sërish nuk do të krijojnë dot një lidhje që kanë ndëruar. Në planin financiar do të jeni të organizuar dhe nuk do të bëni asnjë çmenduri. Gjërat do të ecin si duhet. Luani. Mos provokoni xhelozin sot tek ai që keni në krah sepse do të keni debate të forta dhe do ta prishni atmosferën e ngrohtë e cila është krijuar. Beqarët as sot nuk do të kenë mundësi të krijojnë një lidhje serioze. Mundësi do të ekzistojnë, por ata do të kenë më shumë pretendime se sa duhet. Në planin financiar duhet të jeni sa më vigjilent që të mundeni. Virgjëresha. Ambienti në çift do të jetë shumë i vështirë gjatë kësaj dite. Nuk do të arrini dot të ruani një komunikim të ngrohtë me partnerin, por në çdo moment do të debatoni. Beqarët do t'ia shprehin pëlqimin apo ndjenjat një personi dhe ai do t'ju kthejë në të njëjtën mënyrë. Ka gjasa që të ndryshoni shpejt status. Në planin financiar duhet të mendojeni mirë përpara se të kryeni investime. Peshorja. Nuk do e toleroni për asnjë moment sot atë që keni në krah dhe kjo do e turbullojë situatën. Në fund të ditës do të pendoheni për gabimet që keni bërë. Beqarët do të jenë të paqartë për atë që duan dhe kjo do t'i pengojë të dalin edhe në takime. Do humbisni mundësime të vërtet të mira. Në planin financiar nuk duhet rrezikoni sepse situata nuk është as pak e favorshme. Akrepi. Dielli do e bëjë edhe më të bukur sot jetën tuaj në çift. Do keni një komunikim më të mirë me partnerin dhe do i zgjidhni edhe mosmarrveshjet që keni pasur. Për beqarët do të jetë një ditë më me fat se kur, shfrytëzojeni deri në maksimum. Situata financiare do të jetë delikate, megjithatë me pak menaxhim më të mirë, gjithçka mund të ndryshojë. Shigjetari. Marrëdhënia në çift do të jetë disi më e stabilizuar sot. Nëse keni çështje të pazgjidhura, flisni hapur me partnerin. Beqarët do joshin persona të papërshtatshëm, të cilët nuk mund të krijojnë një lidhje ashtu siç ata e kanë menduar. Në planin financiar, situata do të vijojë duke u stabilizuar ndjeshëm, fal maturizë dhe për kujdesit që keni treguar ditët e fundit. Britsjapi. Jeta juaj në çift do të jetë gjatë gjithë kohës e qëndrueshme sot. Do i haroni të gjitha problemet që keni pasur dikur dhe do të mendoni vetëm për të ardhmen. Beqarët nuk do të jenë në humor për të dalë për takime dhe do të mbeten sërish të vetmuar. Kujdes me financat, për shkak të shpenzimeve të domosdoshme që do të duhet të kryeni, situata do të destabilizohet. Ujori. Falbekimi të yjeve jeta juaj në çift do të jetë mjaft harmonike gjatë kësaj dite. Do të kuptojni me shikim dhe me gjeste me partnerin, prandaj nuk do të jetë e nevojshme për fjalë të shumta. Beqarët nuk duhet të bien pre gënjeshtrave që do t'ju thonë disa persona, sepse do të lëndohen pa masë të ardhmen. Për financa duhet të përkujdeseni më tepër se kurdoherë. Peshqit.
Jeta juaj në çift do të vazhdojë të mbetet e mirë edhe gjatë kësaj dite. Nuk do të keni as pak mosmarrveshje apo probleme me partnerin tuaj. Beqarët do të ndihmohen nga Mërkuri dhe do ta gjejnë shpirtin e tyre binjak. Do të ndiheni edhe më mirë. Në planin financiar duhet të mateni mirë para se të kryeni shpenzime të mëdha. Situata nuk do të jetë në gjendjen më të mirë. Ndoqëm dhe horoskopin të dashur miq, që ishim dhe me kolegen Liza Gjika. Ndërkohë, ka ardhur momenti që ta mbyllim emisionin për ditën e sotme. Do të takohemi sërish nesër, po në të njëjtën orë. Mirupafshim dhe një ditë të mbarë.